Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë takim të radhës me një mision të vetëm çambërim pa diskutim, një gjuhë zemre që na bashkon të gjithëve. Nga shtetimi në për Shqipërinë e Jugut, që është vetëm një titull në fakt që ka sjell Al-Sar, dhe këtë 10 vjetori i gjenocidit Çam sot na përbashkon me këtë mision tjetër të bukur për tragjedin Çame që nga viti 1913 ndoshta deri në ditët e sotme, por do rrethyer mes dokumenteve dhe faksimileve që pa diskutim janë një vlerë e shtuar në votimet në Shqip pa diskutim. Al-Sar këto vite na ka rrethyer se sa misioni i bukur është që të bëhemi bashkë si qendrestar edhe jo si individ me memorie të shkurtër. Ndaj, sot ky votim me 2 vepra na tregon përmes dokumenteve që nga viti 1913, atëherë kur Çamëria përbënte skaj më jugor të trungut shqiptar. Dhe dua ta nis këtu në fakt edhe të nisim këtu edhe fjalët tona sot. Dhe për fjalën e rastit për diskutim kam kënaqësinë të ftoj drejtuesin administrativ të Fondacionit Al-Sar, zotin Sajmir Rusheku. I nderuar kryetari i Fondacionit Çamëria, i nderuar kryetari i Shoqatës Tirana, përfaqësues të institucioneve, studiues, akademik, miq dhe të ftuar, në emër të Fondacionit Al-Sar dhe të Fondacionit Çamëria njëkohësisht në cilësinë e bashkëorganizatorëve, ju uroj edhe një herë mirëseardhjen dhe ju falenderojmë për nderin dhe respektin që treguat me pjesëmarrjen tuaj në këtë ceremoni. Natyrisht është një kënaqësi dhe nder i veçantë që sot jemi së bashku në këtë ceremoni për të promovuar një votim me rëndësi të veçantë shkencore dhe historike. Kjo veprimtari nuk është thjesht prezantimi i një libri, por një akt ndërgjegjie kolektive dhe respekti ndaj kujtesës historike. Ajo afirmon përgjegjësinë tonë qytetare për të ruajtur të vërtetën dhe për të mos lejuar harresën e padrejtësive historike. Popullsia Çame, gjatë shekullit 20, përjetoi një përsekutim sistematik dhe të qëllimshëm, masakra, dëbime, shpronësim dhe mohim të së drejtës për të kryer në trojet e veta. Ky proces nuk ishte i rastësishëm, por i ndërtuar mbi baza etnike dhe fetare. Tragjedia Çame mbetet një plagë e hapur në ndërgjegjen tonë kombëtare, sepse drejtësia historike ende nuk është përmbushur. Historia na mëson se e vërteta, edhe kur vonohet, nuk shuhet. Përkujtimi përmes burimeve arkivore nuk është thjesht një akt emocional, por një akt etik dhe shkencor, që synon ndërtimin e një kulture kujtese për parandalimin e përsëritjes së tragjedive të ngjashme. Fondacioni Al-Sar ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në promovimin e studimeve historike, albanologjike dhe kulturore, duke krijuar hapësira serioze për kërkim shkencor dhe reflektim mbi historinë tonë kombëtare. Një vend të veçantë në këtë veprimtari zën votimet kushtuar Çamërisë, të cilat kanë shërbyer si referencë për studiuesit dhe publikun e gjerë. Në këtë traditë renditet edhe votimi për 2 vëllimesh që promovojmë sot. Tragjedia Çame, 1913-1945, i përgatitur nga Dr. Qerim Lita dhe Shkëlzen Halimi. Ky votim mbështetet në dokumente arkivore autentike, të sistemuara me rigorozitet shkencor dhe të shoqëruara me referenca të sakta. Libri dokumenton përmaset e tragjedisë Çame, mekanizmat e dhunës dhe përpjekjet e dështuara për ndërkombëtarizimin e kësaj çështjeje. Përmbledhjet në 3 gjuhë e bëjnë këtë votim të qasshëm edhe për opinionin ndërkombëtar, duke shndërruar atë në një burim të rëndësishëm referencë shkencore. Natyrisht një falënderim i veçantë u shkon përgatitësve të këtij votimi, por njëkohësisht edhe Fondacionit Hasan Kasimi,
për përkushtimin e tyre në ruajtjen e kujtesës historike dhe në mbrojtjen e së vërtetës dokumentare. Të nderuar pranishëm, tragjedia Çame është një nga kapitujt më të dhimbshëm të historisë sonë kombëtare. Ajo nuk mund të relativizohet dhe nuk mund të mbahet peng i heshtjes. Kujtesa historike është një detyrim moral, qytetar dhe shkencor, ndaj brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Prania juaj sot dëshmon se kjo kujtesë vazhdon të jetojë. Duke ju falenderuar për vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj, besoj se përmes respektit ndaj fakteve historike i shërbejmë jo vetëm së kaluarës, por edhe dignitetit të shoqërisë sonë sot. Ju falenderoj. Pa diskutim për fakte të tilla shkencore jemi mbledhur sot e ishte viti 1913 kur në konferencën e ambasadorëve Çambëria ju la Greqisë nga Konespoli, i cili është i vetmi që ka mbetur brenda kufive zyrtar sot të Shqipërisë deri në jug, që në fakt në Prevez mbetemi histori të kësaj ndarjeje historike që në fakt na bën bashkë edhe sot, por për detaje shumë më të rëndësishme dhe për saktësime shumë më të mëdha se sa mund të bëj unë sot, dua të ftoj profesorin Plull Xhufi, historian, për pa diskutim fjalën e tij të rastit. Faleminderit. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Përshëndetje përfaqësuesve të Fondacionit Alshar, përshëndetje kryetarit të Fondacionit Çambëria Hasan Tasin. Unë nuk mund të kaloj direkt tek ky botim i fundit i Fondacionit Alshar, pa përmendur një seri të tërë botimesh, siç u thash shkurt këtu, me modesti historike, albanologjike, të cilat mendoj që përbëjnë një bibliotek kombëtare, do të quaj, që secili duhet ta ketë në bibliotekën e tij. Në këto vite, të paktën prej 10 vjetësh, sa jam unë në Dieni, janë botuar disa koleksionet shumë të ralla që shpesher nuk i gjen edhe në bibliotekë kombëtare. Janë botuar me cilësi të jashtëzakonshme dhe me respekt të thellë. Botime si për shembull Visaret e kombit, të gjithë i kemi dëgjuar, por shpesher si kemi shfletuar se si kemi gjetur dot. Një tjetër koleksion që është dituria e imitat Frashërit, Visaret e kombit është i Kristo Luarasit, nga viti 1897 deri në vitin 1928, është gjithë historia, është një kronik e ngjarjeve që kanë ndodhur në Shqipëri në këto, domethënë 30 vjet nga 1897 deri në 1928. Thashë dituria, e cila ka qenë një botim, si thuash, siç e thotë titulli që i është dhënë, për të hapur diturinë mes shqiptarëve. Edhe kjo një kolan e cila ka vazhduar disa vjet. E mëtej është përsëri nga Mitat Frashëri, është koleksioni gazetës Liria e Selanikut. Edhe aty janë, si thuash, janë pasqyruar ngjarje, fakte, gjithmonë në prizmin kombëtar, të cilat përbën një lëmë të çmuar për studiusit sot. Edhe të paevitueshme, do të thosha, kush i hyn këtyre punëve.
Janë botuar gjithashtu monografi për qytetet veçanta, për Tiranën, për Shkodrën, për Delvinën, e cila përfshinte edhe Çamërinë, në kohën, po themi, nga shekulli i 16 deri vonë një pjesë të mirë të Çamërisë. Për Gjirokastrën, për Beratin, është botuar një monografi shumë interesante për Ilyas Bej Mirahorin, edhe për Koçibejn, dy figura shqiptar apo jo të cilët kanë një merit të veçantë, si thuash në fillimet e pushtimit osman për veprat e tyre të karakterit botor, të karakterit publik, të cilat kanë realizuar, si dhe gjithashtu edhe do të thosha botimi plot i veprës së Vaso Pashës, 3 vëllime duke filluar nga e vërteta mbi shqiptarët dhe mbi Shqipërinë, që është botuar në frëngjisht dhe është përkthyer nga frëngjishtja. Dhe duhet të thënë që këto përkthimet nga gjuhët e huaja u kushtojnë shumë shtëpive botuese. Ndonjëherë kushtojnë më shumë se sa edhe vetë vepra e shkruar nga autorët. Gjithashtu për lidhjen e Prizrenit, 3 libra për lidhjen e Prizrenit nga autorë pa diskutueshëm, profesor Belegu, nga Frashëri, Medi Frashëri, edhe nga Kristo Dako, gjithashtu. Do më thënë për të parë dhe këndvështrimet e ndryshme, apo jo, ka rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe të tjera të cilat nuk po i përmend, por është vërtet një punë e madhe, e kushtueshme, në cilën janë angazhuar studiues të dorës parë, studiues të vërtet për publikimin e tyre, dhe që Fondacioni Alsar i ka botuar, si thash, me respekt edhe me, do të thosha, me indignitet veçantë, edhe botimet e Alsarit janë, do shifni edhe këto 2 vëllime me dokumenta për Çamërinë, që është një cilësi e jashtëzakonshme. Të vim tek çështja Çame në dokumentat e një periudhe goxha të gjatë, nga viti 1920 deri në vitin 1946. Autorët që kanë mbledhur këtë material të çmuar kanë bërë vërtet një punë të prej mungu, do të thosha, kanë hulumtuar, kanë qëmtuar, kanë fotografuar dhe kanë sjellë për botim gjithçka, do të thosha, që gjendet në arkivin e shtetit, dhe jo vetëm në arkivin e shtetit, dhe që kanë të bëjnë pikërisht me historinë e Çamërisë në këtë periudhë dramatike, siç është ajo e viteve 20-46. Ka dokumenta që kanë të bëjnë me veprimtarinë e autoriteteve shtetërore shqiptare, që nga viti 1920, si thash, me autoritetet gjithashtu edhe mbas luftës 2 botërore, dhe me shumë rëndësi do të thosha edhe gjithë dokumentacionin i cili ka të bëj me veprimtarinë e Komitetit Antifashist Çam, kur çështja Çame ka qenë në një periudhë vërtet që vlonte, jemi mas luftës 2 botërore, vitet 44-46, në të cilën ky komitet ka luajtur vërtet një rol të jashtëzakonshëm për të qëmtuar historitë, edhe historitë personale të antarëve të komunitetit Çam, që ishin shpërngulur me dhunë në Shqipëri, të cilat ju paraqiten edhe, po themi, edhe përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar këtu në Shqipëri, por do të thosha edhe në Paris, në konferencën e paqes së Parisit. Pra kemi një vëllim të jashtëzakonshëm, dhe unë besoj që ky botim që është me 2 vëllime, me siguri autorët do e kenë në plan të bëjnë një vëllim të tretë, ndoshta edhe të katërt,
për të parë se si shteti shqiptar e ka trajtuar çështjen Çame edhe në periudhën mas 46-ës deri në vitin 1990, po dhe në këto 35 vjet apo jo, dhe jam i sigurt që do gjenden faqe në veprimtarinë thashë shtetërore, të cilat mund të na bëjnë, si thuash, të na gëzojnë, të na bëjnë krenar, por dhe faqe të që dhe mund të na turpërojnë, edhe të na turpërojnë shumë. Çështja Çame, siç e dimë, ka qenë një çështje shumë djegëse në marrëdhënie sidomos me fqinjin tonë të jugut, dhe politikanët tonë që mendojnë që politika është përshtatje, është hipokrizi, shpeshherë e kanë ignoruar, për të mos thënë, edhe e kanë dëmtuar çështjen Çame. Dhe edhe atëherë kur duket që çështja ka hyrë në rrugë, rruga është gjithmonë ndërpritet në një moment të caktuar, edhe kthehemi në pikën, pothuaj pikën zero. Prandaj rëndësitë madhe ka që ky vëllim i madh dokumentar, jo vetëm ky, dua të them edhe komuniteti i organizuar Çam ka bërë botime, Instituti Çam për shembull ka botuar dokumentat anglo-amerikane, shumë të rënë në gjuhën angleze, një botim shumë i mirë, luksos, i cili është parapridhe nga Noel Malcolmi, nga një parathënie Noel Malcolmi, pra me një nivel të lartë. Instituti Çamëria Hasan Tasin ka botuar, e ka filluar shumë mbar me ribotimin e këngëve të Fatos Merorapajt. Këngët Çame, një vëllim i trash, është bërë një vëllim luksos, dhe ka vazhduar natyrisht me veprimtari të ndryshme botimin edhe të, si thuash, të akteve të konferencave të shumta që ka bërë Instituti Çamëria Hoxha Tasin deri më sot. Problemi është që ne s'kemi historian që t'i shfrytëzojnë këto materiale. Tu është problemi i madh. Duke njohur gjendjen e çik edhe në universitetet tona, ku në fakultetin historisë, histori filologjisë, gjithnjë më pak student ndjekin lëndën e historisë. Gjithnjë e më pak të aftë janë ata studentë që frekuentojnë këtë lëndë, e këtu do të thosha lind edhe një sfidë e madhe për gjithë ne këtu. Që presioni jonë nuk duhet jetë vetëm mbi politikën për çështjen Çame, po duhet të jetë edhe mbi institucionet kulturore, shkencore, mbi universitetet, mbi Ministrinë e Arsimit, duke vënë përpara përgjegjësisë. A janë mbrojtur tema diplome, a janë mbrojtur doktoratura me temë Çamërinë? Mua nuk më rezulton që të ketë një gjë të tillë. Kështu që duhet vërtet edhe duke edhe nga, si thua, nga gjiri juaj, apo jo, duhet të kihet me precedencë kjo, duhet edhe fëmijët, duhet të edukohen, duhet t'u ngjallet dashuria për Çamërinë, edhe të ndjekin këtë drejtim, të bëhen historian, se më mirë se çdo ta bënte një pinjoll i një familje tradicionale Çame, historinë e Çamërisë, sigurisht nuk do ta bënte dikush tjetër. Gjithsesi, ne kemi thash lëndë boll edhe deri tani, problemi është që kjo lëndë të kthehet në një histori në mënyrë që të kapi edhe veshin edhe atyre që s'duan të dëgjojnë, po them brenda vendit, po sidomos jashtë vendit. Faleminderit. Pa diskutim një nga historianët MNZ, lexuesi i zellshëm pa diskutimi gjithë dokumenteve të cilat publikohen në lidhje me Çamërinë, edhe për çështje të zemrës, dua të ftoj tani më të mbaj fjalën e rastit profesorin, historianin Hajredin Jusufi.
Tani prandaj e mbajmë afër të brezhin e ri, unë gjithmonë me të ri të shoqërohem. Se është mbështetje shumë e fortë që mosha jonë na lë shpejt rrugën. Të nderuar të pranishëm, është kënaqësi e veçantë që sot jemi të pranishëm në promovimin e një kryevepre për çamërinë. Ata që kanë punëmtuar në për arkivat të shtetit, brenda dhe jashtë shtetit, për çështjen e dokumentacionit shqiptar, e din sa vështirësi ka të gjejsh dokumenta, të sistemojsh ato, të përzgjedhësh ato dhe t'ja paraqetësh lexuesit. Sot neve kemi një kryevepër, për shembull. Për çamërinë janë botuar disa studime, disa vepra me dokumenta. Dokumenti I parë, ose libri I parë me dokumenta për çamërinë ka qenë libri I Kaliopi Naskës 1999 me dokumenta për çamërinë nga 1913 dhe 1939. Libri I dytë me dokumenta për çamërinë është një përmbledhje artikujsh, rreth 300 artikuj, në shtipin vendaze të huaj, që unë e kam botuar në 2007. Libri I tretë me dokumenta për çamërinë është libri I Mitat Frashërit nga viti 1923 deri 26. Për 3 vjet që ai ka qenë ministër I Shqipërisë në Athinë. Dhe libri I katërt është ky që kemi sot në dorë dhe ai që përmendi profesor Pullumi. Të gjitha këto botime që përmendëm për dokumenta kanë një farë kufizimi. I pari shkon deri 39. Përmbledhja e artikujve të shtypit, unë e kam 1902, 1920. Nuk shkoj më tej. Krisht ai I Mitat Frashërit e ka për 3 vjet, ndërsa ky ka një hapësirë shumë të madhe. 1913, 1925. Unë e kam parë me shumë vëmendje, gjithë të ditë jam marrë me atë, dhe më besoni, kam ndjerë një kënaqësi të veçantë, me gjithë se më lodhi sytë. Ka gërma shumë të vogla, që ato, si thuaç, bën ta përtojsh, e përton veten ta vazhdojsh. Megjithatë kemi një vepër shumë të dobishme, shumë të vlefshme. Aty ka tema shumë prekse. Po prekse jo për brezin e Soçën. Çamri sot në Shqipëri është brezi I pestë. Pra, unë në familjen time jam brezi I pestë. Ai brezi I pestë dhe I katër dhe I tretë I din pak për çamërinë. Ne në kohën e Enver Hoxhës çdo të premte ose tenjte, s'më kujtohet mirë, lexonin veprat e Enver Hoxhës në kolektiv. Në mënyrë të informoheshin për politikën e partisë. Në ka rast më të veçantë se sa ky që shoqata çamëria që nuk ekziston, është që herë mas here të grumullojnë njerëz të tillë dhe të bëjnë një leksion një orë të lexoj 3-4 tema të tilla. Janë jashtëzakonisht interesant. Unë kam ndarë një 2-3 momente. Momenti I parë është në 26 nëntor 1944 në Berat kishin rreth 100 familje çamre.
që dhe 10 familje Çamri. Komiteti antifashist Çam nuk ishte krijuar. Komiteti antifashist Çam u krijua në dhjetor të vitit 16 dhjetor 1944. Ndërsa këta ishin përfaqësues, njerëz të thjesht, njerëz devotshëm të atij komuniteti. Dhe i bëj një letër qeverisë shqiptare. Dhe i lutem, na sistemoni, mos mbetemi rrugëve. Po vjen dimri, nuk kemi drita, nuk kemi mbulesa. Shtëpit tona të improvizuara janë pa dritare, janë pa pengjere. Po vjen Bajrami, duam të festojmë edhe neve si gjithë populli shqiptar. Është vështirë ta imagjinoj që me fantazi këtë moment. Brezimi ka jetuar këto. Unë e kam jetuar këti. Të hecish, orë të tëra, ditë të tëra, i lagur, i zhveshur, dhe të bjesh përsëri për të fjetur. Nuk është vëndi të ashti këtë bëdhem të hollësi, po unë i kam përjetuar që në këto, unë i kam përjetuar kur isha 10-12 vjeç. E kam përjetuar këtë skendë të mërshme. Neve iknim dhe nuk dinim ku do gryseshim. Ikshim natën, nuk djese ku do shkonim. S'kishim menza me vete. E vetëm ambulesë që kishim ishte një qëllim që e bënim në formë tende kështu, që t'i ruesh ati shiu të madhë, dhe pastaj të gjenë në një sen të flije. Të kthehemi përsëri këtë tema. Çamrit akuzohen si bashkëpunëtor me të lojtë. Qëndrimi antifashist Çam është për të admiruar. Ne kemi një dokument shumë të rëndësishëm. Ky është i përbëndur në dokumentet të tjera. Kur kapitulloi Italia fashiste, thot dokumenti, Gjermania, do me thënë shtabi Gjerman, në Çamri u mundua që të rekurtonte Çamrit për një batalion, dhe Çamrit dhe Nuridinua dhe Mazardinua ishte interesuar të krijonte një batalion të vetit, të armatosur, për të shkuar të luftonte kundër partizanëve, që ishin në zonën e Gjirokastërës kryesisht. Zona e Gjirokastërës përmblidhte në këtë kohë edhe Delvinën, edhe Sarandën dhe Konisporin. Presionet u bën të mëdha dhe është për të shënuar se këtë dëshmi na e japin 6 veta. Mes tyre janë figurat më të shquara. I Sufizeti, Miftiu i Paramithis, një spatariot, e që të tjerë. Të me në figura shumë të njohura. Thot presioni nga Çamri të bëj madhë. Atëherë Nuridinua, thot i Sufizeti, kjenë në shkruar një pari këtë, arrestoi, thot, një numër Çamësh në formë presioni që i dernoi, i qoj në burgimin e Janinës, në burgjet e Janinës. Dhe arriti, thot, në sajtë presionit të bëj një farë mobilizimi. Por në dokumentin kam gjetur për herë të parë një dëshmi që kisha gjetur në një vend tjetër. Thot, Nuridinua me shtabin Gjerman shkoi deri në llakat e Sulit që të luftonte edhe Ellasitën, do me thënë ushtërinë nacionale çlirimtare greke. Por njëkohësisht sulme të mëdha, thot, i përdorte edhe kundër qetës Çamrisë. Këtu tani duhet të theksojmë një gjë. Kjo ngjarje zhvillohet në vitin 1943. Në vitin 1943, marrëdhëniet e Partisë Komuniste Shqiptare me të majtën greke kishin filluar të afroheshin shumë. Qeta e Çamrisë ishte bërë shumë e domosdoshme në radhë e forcave të amishte që donin të zbutnin Çamrit që të mos kalonin në anën e Nuridinës. Në këtë kohë,
shkon një përfaqësi e parë në 43 në Çamri me në krye Regjo Plakun. Këtu tani ishte lufta që t'i pengonte Nuridinua këto Eçejake. Dhe filluan sulmin. Dhe sa herë që shkonin këto përfaqësi, këta misionar për të lidhur me Çamrinë, fillonin në arrestimin në Çamri. Pra, tu ka gjëra shumë interesante. Nuk po ndalem dhe këtë gjitha, por duhet ta mbyll edhe me një diçka tjetër. Kur u krijua batalioni Ali Demi në majtë 1944, ishte një ngjarje shumë e rëndësishme. Ky ishte një batalion miks dhe filloi veprimet me regjimentin e 15 të Ellasit që ishte krijuar që në fillimet e vitit 1943. Marrëdhëniet e këtij batalioni ishin shumë të bashkëveprim me regjimentin e 15. Në zonën e Filatit janë 16 fshatra. Këto janë fshatra malore. Këto fshatra u bën bastion i lëvizjes antifashiste, por u bën bastion edhe i inkuadrimit të forcave të Edesit. Për herë të parë, batalioni Çam, në favor, në mbështetje, në aleancë, në bashkëveprime luftarake me regjimentin e 15, shkoj në korrik të 24. Ai shkoj dhe u vendos në Keramic. Keramica është një fshat afër Filatit malor, ndërsa forcat e zervës u vendosën në Sider. Edhe ky përsëri një fshat malor, por distanca e këtyre është rreth 1 orë e gjysmë. Tani këtu bënin plane si të sulmonin njëri tjetrin në befasi. Batalioni i Edesit, batalioni i Çam, i Ali Demit, mësoi nëpërmjet popullit se batalioni i Zervës, që drejtohet nga Li Kaçi, një nga kapobandat më të mëdha të Filatit, që ishte me parti themeluesi i Partizanit në Filat, nga Palofshati është ky, por në vitin 1942-43 ai kaloi me Zervën, si shumë të tjerë. U bë një luftë e ashpër atje në këto dy luftime dhe batalioni u tërhoq. Që mos gjasim me shumë me histori, në këto luftime u bën dhe luftime trup me trup. Dhe këtu kanë mbetur Çamër, të vrarë, dëshmor në ato përpjekje dhe sot këta Çamër që kanë pasur kaq marrëdhënie të mira me grekët dhe kaq ndihmë, nuk kanë të drejtë të shkojnë në vendin ku u vra për shumë një aftë në tyre. Por, duhet ta mbyll me një gjë. E majta greke nuk ka qenë, si thuhet shpirtërisht, në mbështetje për çështjen Çame. Me njëherë, në verën e 44-s, qarkori i Gjirokastrës desh të krijonte një batalion të ri në Çamri dhe dërgoi 2 veta që të organizonin popullsi. Dërgoi Tahir Demin dhe një Çam tjetër, këta të ishin në terren për të bërë për vete. Mirë po shtabi i regjimentit 15, që i ka pas mbështetje shumë të madhe nga qetat Çame, nga batalioni Çam, sidomos në 1943 nga Muharrem Rushiti, nga Haki Rushiti, që e përshkronin qa burra të gjatët, të veshur mirë, me qa guna të përhimta, dhe me pushkë, u futën të merin, thotë zervishtëve, dhe thonë ata, na therën Çamri, na therën Muharrem Rushiti. Dhe ata nuk i lanë, derisa këta u detiruan të ktheshin, se thonë, ne nuk keni ardhur, ju keni ardhur vetëm sa për të luftuar, nuk keni ardhur për propagandë. Pra me fjalë të tjera, unë e përgëzoj shtëpinë botuese, përgëzoj ata 2 studius që kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, por kam një gjë, me qenë se ka marrë misione të rëndësishme përpara,
akoma në historiografin shqiptare nuk ka shkaruar vlera e madhe, kontributi i madh që ka dhënë Turqia në kohën e Ataturkut për të qetësuar shpirtrat e trazuara në kohën kur bëhej shpopëllimi. Po të shikoj dokumentat shqiptare, ka një shprehje aty. Qeveria greke dhe qeveria turke e shpërnguli popullsinë çami që qeveria turke të mbushte shtepat e Anadolit. Dhe këte e kanë thënë dhe ka zënë vënd e historiografin shqiptare ka. Por, po të kemi parasysh, një gjë, kur qeveria e Ahmet Zogut nuk i qasi çamet në Shqipëri, i vetmi shtet, i vetmi qeveri, që u shtriu dorën, dhe me anijet e veta i merte gratis, ka qenë qeveria turke. Unë e kam shkruar dhe e kam trajtuar, dhe këtu duhet një gjë. Ne pak në uri kemi se si u sistemuan këta turqë, këta shqiptarë. Unë kam qenë në Turqi, kam gjithë sa gjurma, por nuk kemi qera si të rejtë. Sa ishte kjo popullsi? Në librin tuaj, ju e përmëni emigrimet e shqiptarëve në Turqi, çamve në Turqi, dhe jepni një shifra aty 10-15.000 veta. Kjo nuk është saktë. Kjo është një informacion që Mithat Frashti e merte nga çamrit sa ka nikur. Dhe ka një listë të një. Por ka nikur shumë, po janë nikur, ne kemi statistika. Qeveria turke duhet i kejtë këto. Faleminderit shumë, e zgjatëm shumë. Pa diskutim për te i lëvizjeve dhe të gjithë kush ka shkuar në Turqi, pa diskutim ka takuar edhe shqiptarët e çamërisë aty, një e drejtë shumë e rëndësishme është e drejta e gjuhës shqipe. Në fakt për këtë, por edhe për çështje të arsimit, dua të ftoj tani për fjalën e rastit studiuesin Enver Fushi, i cili pa diskutim do të na tregojë se si i ka lexuar përmes këtyre dokumentave këto dy çështje të rëndësishme, çështjen e gjuhës shqipe dhe të arsimit. Faleminderit. Tani të flasësh mas akademikut Lum Gjofi dhe Haledini Supi, që është një arkiv i gjallë, dhe po të shtyresh Haledini, nxjerr vetëm dokumenta për çamërinë. Është arkiv i gjallë, që e është zakonshëm dhe në mënyrë të veçantë kujtesa e tij. Atë mund ta mbaj Luela, ta sjelli këtu, por arkivat e tij e çojnë deri në filat e Guminisë e e mbajnë nga dorë të arkivat ty Haledini dashur. Tani, më vjen mirë për këta auditor të zgjedhur që tregon interesin për promovimin e këtij libri, sepse tragjedia Çame, ky botim divëllimësh, ku përfshihen dokumente që ruhen në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, atë të arkivit qendror të Shqipërisë, por me interes janë veçanërisht dokumentet që vinë nga arkivi i Beogradit. Me profesor Plumi më folën poshtë, nuk e ditë kemi botuar dokumente të arkivit Beogradit. Bile duhet kërkuar më tej, akoma më shumë në arkivën e Beogradit. Tani, këto dy libra vinë falë punës kërkimore të Kerim Lidës dhe Shkëzen Halimit, që janë dhe përgatësisë e këtij libri. Por këto materiale do kishin mbetur në dosje nëse nuk do ishin botuar falë pasionit, e them falë pasionit, profesor Plumi foli për zotin Gurra, dhe në mënyrë veçantë ndjeshmërisë që ka i për çamërinë, historinë, kulturën dhe tragjedinë çame. Viti që shkoi zotin Gurra i vetmi organizoi një aktivitet me 27 qershor nga më të mirët, me shumë nivel, dhe pati mirësinë të botoj të gjitha referate në një libër. Tani, ky divëllimësh ka shumë faqe, ka një peshë veçantë. Jo në kuptimin e peshës që grami, kilogrami që themi ne, peshës që ka djathi, gjiza, buka e tjere tjere, por ka një peshë të veçantë lidhur me historinë. Ka peshën e të vërtetave të historisë.
ka peshën e dokumentave historike, ka peshën e vitalitetit të popullsisë çame që si shkruan Kadareja e një popullsi heroike, të talentuar, jashtëzakonisht vitale, të zgjuar, aktive dhe plot kolorit. Nuk e di të drejtën që gjatë leximit të dokumentave të këtij libri më vinin herë në mendje këngët çame. Këngët çame janë të jashtëzakonshme, që është këngë labe, këngë të veriut, këngë Shqipërisë mesme, por unë zgjolla 4 vardje që në një piktor të kujtojmë pak Delacroix, po t'i bëj. Gjëm i zi dhe kali bardh, hingëllin në për pazar, kërkon abedin madan. Merë me mënd tani, gjëma është e zezë, kali është i bardh dhe uleri madh dhe gjëmës. Merë me mënd qa përfitërimi je populli në këto 4 vardje. Pse përmenda këto? Sepse në këto 424 dokumenta, unë kam prekur dhe ndjerë dramën, tragedin, gjëmën, tërsinë e gjëmëve, krimin, apo krimet e kopshme, dhe si shtuhet në vargjet, sa po citova, hingëllimet e kujve të bardh, kujve fisnik, që kërkonin hingëllimet të zotit e tyre, i hapin dhimbjen e madhe, dhimbjen e të masakruar. Ka diçka në këto vargje që citova nga një poet grek, nga më të mëdhenjt e Greqisë, Ballkanit, botror, quhet Konstantin Kavafis. Kukuaj të akil ka i veshë shkëlqyre, kukuaj të akilit qaj mbi trupin e pajet patroplit. Sa më lartë, ata që merren me arkivat ose historianët që mund të pyesin si s'lidhje kanë këto që tash më lartë, s'lidhje ka vargu gjë me zi e kalibardh me lotët e kujve të akilit, se dokumenti është i ftohtë me saksinë e tij, në pasurimin e ngjarjeve. Dokumenti është kronikë e kohës, kur jepen të qarta, të sakta, viti, koha, data, bile herë dhe ora kur ka ndodhur ngjarja. Çka lidhje ka me ato që thova më lart? Por unë mendoj që përtek kësaj kronike të saktë, me rast e dokumenteve që promovojmë sot, tragjedia çame unë i kam ndjerë me shumë emocion. Unë i kam parë me shumë emocion këto dokumente. Kjo ndoshta lidhet dhe me origjinën time, rrënjët e mia. Sepse kjo është histori e shkruar. Unë historinë kam mësuar fillimisht nga të parët e mi, nga të rrafimet dhe vëbajtimet tjere. Por lidhet, mendoj unë, edhe sepse gjithë çamët kanë të beshur një lloj manteli tragjik në supet e tyre. Është interesant, edhe një nga ana psikologjike e ndjeshmërisë, etj që tash më lart. Tani, më falni që e zgjata çik në parashtresë, por unë duke lexuar të dokumente, bepas në dokumentin 117, ja thash të Haredini kishte lexuar. Haredini ka qenë mik i familjes tonë. Ne jemi dhe ka me Haredinin, në dokumentin 117, mes të tjera thuhet. Më datën 2/3/45, bandat kriminele reakcionare të armatosura vanë në katunin Spatar, katunit parvetmi, 20 minuta lak filatit dhe vranë Selman Izetin, Xhaxhain e babait tim. Ish partizan dhe antar i Këshillit. E mbylla me një herë librin dhe merri ndërmend rrëfimet e babait tim mbi vrasjen e Selmanit. Dhe e dyta, halla jon, motra e Selmanit, momentit kur ai u vrasë, luftoi vërtet disa orë, një plumqor bie dhe britet dhe ajo e motra shkon dhe ajo ruajti dhe i solli në Shqipëri, shamin e përgjakur që me kon të plagët, preu një tuf flokës të përgjakura dhe i mori bashkë me fotografin që ka dalë ai në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por hasa emrin e Muharrem Ademit. Me familjen Ademi këtu kemi Ilirianin i Shqipa ndej. Muharrem nuk e dije që Muharrem o kam njohur këtë port fisnik. Nuk e dije që Muharrem Ademi kishte këtë kaq aktivitet. Shumë aktivitet. Nuk kam njohur burr më fisnik, më të ditur, më të matur se Muharrem Ademi. Njoha pash emrin e Jaja Saqes, në Spatar, mësues Haredi. Ose emra të tjerë, Ilmia Saqe, që ishte e bija e Miftyut Filatit, dhe në listën e ndihmave thuhet Ilmia Saqe e ve me 5.000 me ndihmat janë në listat e librit tuaj.
Tani, lidhur me pasqyrimin e këto dokumentat të arsimin e shkollës shqipe. Qenë dokumenti 3, një histori e shkurtër, kushtruar Karinës Qamëris, hartuar gjatë pjesës së parë të viteve 20 të shekullit e pas, shkruhet: Gjua që flitet dhe sot në Qamëri është gjua shqipe. Pikërisht kjo gjuhë si një nga tiparet e identitetit, ose kolonat, ose kështjellat e qenies shqiptare të Qamëris, ka qenë dhe është në qendër të luftës të gjithë qeverive greke, si logjet nacionaliste, për ta zhbërë atë. Çdo çam shqiptar, thuhet këtu, rrifej e shënderoj, që guxonte në qendra katundesh, qendra qytetesh, të fliste shqip. Kemi në dokumentin 5. Nga ana tjetër, propaganda greke nuk ka rreshtur se shkruari e foli kundër qeverive shqiptare mbi mbylljen e shkollave për pakisat greke. Në dokumentin 62, letrën F, ku Fezi Lepenica i dërgon kryetarit të Republikës Ahmetzogu, që mban datën 14 janar 28, shkruhet: Shkolla shqipe në Qamëri, jo që kur nuk janë hapur, por kush i zë në gojë, bën një krim, të cilin e paguan shtrenjtë mëshirës së Korefellakut. Librat shqip Qamëri kanë atë favoritetin që kishin po të tillat në gjithë Shqipërinë në kohën e Sultanit Kuq. Vazhdon. Shumë herë këto shkolla janë kërkuar me lutje dhe në fund Filati ja komunikoi qeverisë lokale një kërkesë të tillë, mirë po, të gjithë humbën në hapësirën e gjerë të dëgjes greke, faqe 262. Është më interes të nënvizoj një dokument tjetër, sepse në këto dokumente për çështjen çame dhe shkollën shqipe janë marrë personalitetet të shuar të kohës. Për shembull, zëvendësmini Hilmosi, zëvendësministri i punëve të jashtme dihet kush është Hilmosi, në datën 21 mars 28 shkruan: Nga ana tjetër, është për të çuditur se në gjithë Qamërinë s'ka asnjë shkollë fillore në mënyrë që çamët të mos përfitojnë të mirat e arsimit në gjuhën shqipe. Dhe përsëri, si dhe në dokumentet e tjera, nuk harrohet përmendet se në lidhje me këtë, sa më sipër, shtojmë se minoriteti grekofon në Shqipëri gëzon të gjithë të drejtat e tij civile, politike dhe kulturore. Parlamenti shqiptar ka 2 deputet në këtë minoritet. Sa për shkollat greke, këto kapin numrin 65 ose 70. Është me shumë interes votimi i plot në këtë libër i debatit të mbledhjes së 5 qershorit 1928 në sesionin e 50 të Këshillit të Shoqërisë Kombeve, ku spikat debati me zotit Medi Frashëri, përfaqësuesi i Shqipërisë, dhe zotit Politis, përfaqësuesi i Greqisë. Të analizoja kulturën e gjerë, argumentet bindëse të Medi Frashërit në mbrojtje të drejtave të popullsisë çame në Greqi. Më lejoni të citoj Medi Frashërin: Tu fillu, tu folur për veprat e mira të bëra për qeverisë greke, zoti Politis ka përmendur Epirin e Veriut, i cili konsiderohesh si vend grek. Tani ka për detyrë të deklaroj e marr historinë si dëshmitar se Epiri i Veriut s'ka qenë kur grek. Në Epirin e Veriut nuk gjenden vetë minoritet grek, shumë të pak. Nuk do të zgjas bisedimin në këtë çështje, ne jemi fqinj e shpejt ose vonë do jemi miq. Do ishte qesharake që nga ana e një komi të vogël si është Shqipnia, e cila ka vetëm 1 milion banor, provokohet në gjendje mos në nullësie në mes shqiptarëve, e mandi kërkohet mbrojtja e tyre nga ndërhyrja e jashtme. Megjithë këtë, le të më lejohet të pyes zotin Politis, nëse mbas pushtimit grek Qamëri ka qenë kriju në këtë vend të vetme në shkollë shqipe, dhe në këto përpjekje që të qeverave shtatë ato vazhdojnë në vitet 30, dhe është më interes shumë më interes një letër e 5 shkurte të vitit 1938 e Rauf Ficos, ministri fuqiplot naftin. Dihet kush është Rauf Fico, unë kam patur fatin të njoh Bardul Fico, kam patur fatin të shkoj në shtëpinë e tij dhe të shoh trashëgiminë e jashtëzakonshme të Rauf Ficos. Nuk di ç'bëhet me këtë trashëgimi. E kam marrë arkivi shtetit. Kam prekur doshkrimet e tij, ditarët e tij, librat që e lexonte. Nuk e di ç'bëhet, por dalemi tek sot Rauf Fico, i drejtohet e Kremli Behoz, ministri i punëve të jashtme, lidhur me çështjen e teksteve shkollore të Qamërisë. Përgjigjja e Kremli Behoz është shumë e shpejtë, në shkurt 38-s.
Po këtë muaj, 24 shkurt, konsulli shqiptar Janin Maksut Pulusi i informon Ministrinë e Jashtme lidhur me pengesat e vazhdueshme që i popullsia e Çame dhe mësuesit në Çamëri. Në këto libra më bëri për shumë përshtypje, për e të pari lexoj këto, pyeta dhe Haridini dhe Haridini ishte këtij mendimi, kemi disa dokumenta mbi veprimtarinë e Ministrisë së Arsimit të drejtuar nga Enes Koliki lidhur me shkollat shqipe dhe arsimin shqip në Çamëri. Është dokumenti 101, 102, 103, 104. Në dokument 107, që mban datën 11 maj 2024, Ministria e Kulturës Popullore i dërgon Ministrisë së Arsimit listën e arsimtarëve të rrethit Mitrovicit dhe Çamërisë, ku mes tjerave Haridin ishte edhe Tahir Demi mësues, Dervish Doja ka mësues, nga një Demi ti di këto gjëra, se tund kokën, Musa Demi, e tjerë. Nuk duhet zgjatem, por edhe një falenderoj nga zemra përgatitësit dhe në mënyrë dhe çan zoti Gurra për këtë libër me shumë vlerë. Faleminderit që më dëgjuat. Fshehja e dokumenteve, shpeshherë fshehja e arkivave, patjetër që është një kapitull tjetër i kësaj tragjedie Çame, ndoshta që nga viti 1913 deri në ditët e sotme. Ndaj për këtë temë, për të gjetur një hapësirë dialogimi edhe përmes dokumentit dhe arkivave, dua të ftoj studiuesin Erben Iliazi që pa diskutim do të na ndrofejë diçka më shumë në lidhje se si ka lexuar këto dokumente të votimit më të ri nga Elsar. Përshëndetje. Të nderuar miq, luftrat, masakrat, dëbimi nga vendlindja kanë mbetur të memorizuara në gjithë qenien e atyre çamëve që janë ende gjallë. Ata jetojnë brenda kujtimeve, me shpresën se një ditë e kaluara e tyre do të ketë të ardhmen, do të zhndrohet në shpresë. Për të mbijetuarit e gjenocidit, por të mbijetuarit e gjenocidit nuk janë të përjetshëm. Çdo vit ikin në amshim. Kur vdes një plak çam, një copës histori është një copës histori që digjet. I fundit që kam intervistuar në New York, 2 muaj pas se të ndronte jetë, ishte ish kryetari i shoqatës Çamëria në vitet 97-2000, Hilmi Saqe, që kishte përjetuar tragjedinë me sytë e një fëmije 8 vjeçar. Hilmi u kujtonte mirë momentet kur mbriti në fshatin grikohor ushtria greke e komanduar nga Napoleon Zera. Të nderuar miq, ky libër me dokumenta, koleksione, korespondenca e dorëshkime të mbledhura nëpër arkiva, botuar me mjaft për kujdesje nga Fondacioni Elsar dhe përgatitur me aq dashuri dhe abdetarizëm nga miq, kolegët dhe vëllezërit tanë Shkërzen Halimi dhe Kerim Lita, ka një interes jashtëzakonshëm historik dhe shkencor. Ai është dëshmi e çmuar dhe e pazvendësueshme e historisë tonë kombëtare, është rivlerësimi i historisë së Çamërisë, ashtu siç është transmetuar dhe dokumentuar ajo. Në këtë libër në 2 volume do të gjeni gjithë tragjedinë Çame, një numër të madh dokumentash historike rreth Çamërisë, përplasjet dhe shkulmet e çmendura të nacional-shovinizmit grek, mohimin kombëtar të shqiptarëve, dhunën deri në tragjedi, sindromën e pashërueshme të neurozës së megalides. Kur forcat greke morën në zotrim Çamërinë dhe e pirën e jugut në luftën ballkanike të vitit 1912, çamët papritmas u gjendën në Greqi, të shkëputur nga pjesa e Shqipërisë. Në këtë libër botohen mjaft dokumenta që na informojnë për dekadat vijuese, veçanërisht vitet 1920, 1930 dhe 1940, kur shumica dërmuese e çamëve emigruan ose u dëbuan nga Çamëria. Me tërheqjen gjermane nga Greqia në verën dhe në fillim të vjeshtës vitit 44, rajoni u përfshi në fillimet e një lufte të përgjithshme civile. Dokumentat na bëjnë të ditur se pastrimi i çamëve musliman të Greqisë në fund të luftës së dytë botërore shënoi fundin e një kapitulli të dhimbshëm të historisë çame. Shqipëria e Enver Hoxhës, në cilën ikën çamët e raskapitur dhe të uritur,
nuk ishte plotësisht e gatshme që të ndihmonte bashkëdhetarët e saj të vuajtur. Sidoqoftë, çamve ju dha status i refugjati dhe u lejuan të qëndronin në Shqipëri. Ishte administrata e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe rehabilitimin UNRWA, aktive si një agjenci ndihme në Shqipëri nga shtatori i vitit 1945 deri në pranverën e vitit 1947, që ofroi ndihmë emergjente për çamët, duke shpërndarë çadra, ushqime dhe ilaçe. Dokumentat e përfshira në këtë libër tregojnë qartë se në vitet menjëherë pas luftës dytë botërore, Komiteti Antifashist Çam bëri fushat për kthimin e çamëve me linjën e tyre. Komiteti mbajti 2 kongrese në vitin 1945. Çështja e çamëve u soll gjithashtu nga Shqipëria në konferencën e paqes në Paris në vitin 1946. Por gjitha këto veprimtari rezultuan të kota. Përpjekjet për të ndërkombëtarizuar çështjen çame ranë në veç të shurtër. Dokumentat e përmbledhura në këtë libër janë një apel për gjithë botën demokratike, për forumet e njohura ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, për shtetin shqiptar dhe atë grek, të cilët duhet të njohin në radhë parë historinë faktike dhe pastaj atë dokumentuar të çamërisë dhe mbi këtë bazë të gjenë rrugën e zgjidhjes. Historia e çamërisë është shkruar në shekuj, por është e dokumentuar më saktë në 100 vitet e fundit, kur filluan përpjekjet e para për spastim etnik. Duke shfletuar këto dokumenta dhe dëshmi me vlerë të jashtëzakonshme, ne bindemi dhe besojmë më shumë te arsyeja historike e popullsisë çame dhe pasojat e tmerrshme që sjell racizmi dhe shpërtimet nacionaliste. Krimet janë pjesë e kujtesës kolektive të botës demokratike, ndërsa kujtesa është baza e personalitetit individual të popujve. Për krimin duhet të vlejnë të njëjtat norma dhe standarde ndëshkimi për të gjitha vendet ku ka ndodhur ato. Asnjë teori e së drejtës ndërkombëtare, asnjë teori e humanizmit nuk mund të mohojë dot çamërinë dhe drejtën e popullit të saj. Harresa që prek një brez, prek gjithë kombin apo etninë shqiptare dhe shumë e dëmshme. Nga ky libër mësojmë se çamëria, pavarësisht genocideve të pësuara, pavarësisht nga kryqëzimi kulturor etnik, ka mundur të ruajë identitetin e saj dhe të dalë fitimtare ndaj historisë, pasi ka preferuar gjithmonë faljen dhe jo akmarrjen. Ka ushqyer gjithmonë frymën e barazisë dhe mirëkuptimin me popullin grek. Zgjidhja më e keqe qëndron pikërisht në fshehjen e historisë, pasi ajo është një vlerë që mund t'i bashkojë popujt. Faleminderit. Historiani Qerim Lita, pa diskutim, është një ndër emrat e njohur që nuk ka rreshtur të shkruari për masakrat ndaj shqiptarëve, po në të gjitha trevat shqiptare. Ndaj dua ta ftoj të ndaj me ne të gjithë përpjekjen e tij për të ardhur deri në realizimin e këtyre 2 librave në një votim të vetëm. Të nderuar pjesëmarrës, dhe kënaqësi edhe njerit jam i privilegjuar që të paraqitem para jush për një ngjarje shumë e rëndësishme për historiografin shqiptare, tragjedia Çame. Unë lidhur me përmbajtjen e librit në të vëllimshme nuk kam çka të flas në folën referuesit dhe jam mirënjohës për ato fjalë e zgjedhura, sidomos profesor akademik Klumb Gjufi, po edhe referuesit tjerë. Me këtë rast unë desha të falenderoj për këtë organizim që ka bë drejtorin e fondacionit Çamëria, Hoxh Hasan Taksini, zotin Alket Veliun. Gjithashtu falenderoj edhe
udhëhecin e Fondacionit Alsar, zoti Medigura, për gjithë mbështetjen morale, po edhe financiare që ky botim sot dalet në dritë para jush dhe ta promovojmë. Për hartimin e kësaj përmbledhje, mendoj se u dash të bëhet një hulumtim bashkë me kolegun tim dhe mikun Shkëzen Halimin, 2 vjet, 2024-2025, fal kushteve që ne ofroi Fondacioni Alsar dhe Medigura, ne arritëm që deri diku të nxjerrim në pak një numër të konsiderueshëm të dokumenteve, po jo gjithçka, se gjithçka duhet, me siguri duhet edhe hulumtime plotësuese, por ne arritëm në një periudhë, ashtu siç thanë edhe referuesit, edhe pse dokumentet janë nga 1920 deri 46, po bëhet fjalë nga viti 1913 apo luftat ballkanike deri konferencën e Parisit, në 1946, ku rol të rëndësishëm, sidomos këtë periudhë e fundit ka luajtur Këshilli Antifashist QAM, edhe me fakte, me argumente, u ofroi atëherë fuqive të mëdha për krimin dhe gjenocidin QAM nga ana greke. Këtu unë desha të ndalem në ditë çështje, por ato u thanë, edhe veçantë u thanë për shkollat shqipe, për rolin dhe kontributin e diplomatëve shqiptarë që patën për mbrojtjen e çështjes QAM, sidomos duke filluar nga Mithat Frashi, Medi Frashi dhe sidomos edhe Rauf Fico, por edhe personaliteteve tjera QAM, ajo rëndësishme është se qeveria shqiptare e Mbretit Zog financoke parin e qamërisë, si që financoke dhe parin e Kosovës, edhe ata ishin 11 besnikët QAM, ishin miftyt e qamërisë, ishin krerët të cilët vepronin dhe ata informonin në mënyrë të vazhdueshme për gjendjen dhe pozitën e qamërisë. Prandaj kjo duhet përshëndetet në kushtet atëherë që edhe u tha, ishte pikërisht merita e diplomatit, të them, diplomatit më shur që ka pas çështja shqiptare pjesën e parë të shekullit 20, Rauf Fico, ishte që u hapën në 10 shkolla të qamërisë, u hapën në lëndë e gjuhës shqipe, u dërguan mësuesët shqiptar, ligjeronin atje në qamëri. Unë nuk duhet ta zgjas, desha vetëm theksoj se të falenderoj në mënyrë të veçantë të punësuarit e arkivit të shtetit për ndihmën dhe kontributin, ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë mua edhe kolegu Shkëzen Halimi për ofrimin e dokumentacionit dorës parë, por gjithsesi edhe udhëheqjen e arkivit të Ministrisë Punëve të Jashtme, të cilët në mënyrë të vazhdueshme na kanë ofruar kushte që ne sot këtu dalim me këtë përmbledhje. Gjithashtu falenderoj, domethënë, edhe pjesëmarrjen e juaj këtu. Besoj që ashtu siç e tha edhe profesor Plup Gjufi, besoj se periudha 46-90 do duhet një hulumtim i veçantë për arsye se e din për këtë asion historian që mirë më arkivit, këtu në arkimin e shtetit ekziston fondi Kosova, që është shumë ma lehtë bën hulumtime për problemin shqiptar nën Jugosllavinë atëhershme komuniste, është shumë ma rëndë bëhet problemi QAM, sepse nuk ekziston një fond i veçantë qamëria, prandaj ne do të duhet bëjmë hulumtime në disa fonde, përfshi Ministrinë e Punëve të Jashtme, Kryeministrinë, Komitetin atëhershëm qendror të Partisë Punë e kështu me radhë. Po besoj se do të dalin në studios tjerë, ne do të bëjmë përpjekje, po besoj që këtu edhe studios tjerë do ta vazhdojnë këtë punë që e kanë vazhduar, që ka filluar çështë më herë që u tha, edhe ne kemi sjellë. Edhe një herë ju falenderoj për këtë pjesëmarrje e juaj. Dy vëllime për një botim i cili shpresojmë që të vijojë edhe me vëllime të tjera, po pa diskutim në autorsinë edhe të një shkrimtari, pa diskutim dramaturgu, mund të them dhe gazetari ashtu sikur se mban autorsinë edhe të Shkëzen Halimit, do doja të japja tashmë fjalën për të rrëfyer përbojën e tij në hartimin e gjithë këtij botimi dinjitoz. Përshëndetje për të gjithë. Natyrisht kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe, sidomos për mua, për shkak se unë
me histori nuk jo marrë shumë, përveç se me publicistik dhe me letërsi, ndërkaq që qërimi është marrë më shumë me histori. Përvoja u lëmtu se ne kemi pas një përvoj relativisht mirë me qërimi, për shkak se qërimi, për ata që nuk e din, ka qenë zaves drejtori i arkivit të shtetit të Maqedonisë, një kohë gjatë 6 vjetë në duket zavet, dhe ai pos qera shka bëha dhe ullumtime atje, por ka qenë edhe një projekt i ndërmarrë diku në vitin 2018, ne me qërimi kemi qenë në Beograd, dhe kemi bërë një punë shumë të madhe, dhe kemi marrë gjithë materialin që ekziston për raportet Jugoslavo-Shqiptare 1918, 1000 deri me shpërbërjen e Jugoslavisë. Po. Profesor Plum Gjufi e shprehu atë për, brengën se kemi shumë pak historianë që do të merret. Ne kemi material, unë e qërimi vetëm se materialin që kemi sjellë prej Beogradit, me siguri duhet ekipet mëdha për vjetë tanë punojnë që të publikohen. Kur fillum, kur na u besu nga ana e zotit Medigura që ta fillojmë këtë projekt, ne thashë kemi pasur pak letë kishim përvoj, por besoni se nuk ishte edhe punë, s'ka qenë edhe punë e letë, për shkak se ka qenë më shumë punë fizike. Në arkivin e shtetit do me thonë gjithë shka është digitalizuar, ndërkaq në arkivin e Ministrisë Jashtme, fatkeqësisht akoma janë dosje, letra, janë diku sa na kanë informuar mbi 5 milion dokumente, cilët është dashur, do me thonë fizikisht qëndrosh kam dhe me aparat, vazhdimisht fotografosh nga 4-5 ora që kemi pas në disponim, që ishte punë shumë e mundimshme, po megjithatë, kur në fund e shet që një produkt ka dalë kaq i mirë, harrohen gjitha mundet dhe besojmë që kemi bërë punë të mirë. Gjithashtu u përmend, përmendi për raportin, më thonë, çka ka në Turqi, çfarë dokumentacioni ka. Ne dhe kemi një projekt, kemi filluar një projekt shumë i madh, e raportet shqiptaro-turke, dhe aty besoj që do të përfshim edhe ndonjë dokument nga që ka të lidhet me çamët, qofim. Tash ne po punojmë 3 vëllime janë përgatitur, ndërkaq me siguri do të dalin diku një 20 vëllime. Kjo, ndoshta e plotësojmë aty, edhe edhe nevoja që të vije, prej 45 se këndej trajtohet kjo çështje, dokumentet ekzistojnë, por me të vërtetë nevojitet ekipi i madh punoje në shumë drejtime. E kjo është punë që të marrë shteti, institucionet, po të bojnë presion edhe këto institutet historike, shoqatat e ndryshme që të bëjmë një presion dhe të nxjerrmi ta ndriçojmë këtë plagë e cila nuk shërohet, por nuk duhet lejojmë të harrohet deri në këtë moment. Faleminderit. Dy bashkautor, 2 vëllime, 2 fondacione të cilët vinë të përbashkuar për të sjellë një votim cilësor, dinjitoz të këtij lloji ku përmbahen dokumente. Ashtu sikurse e nisëm këtë takim me drejtuesin administrativ të Fondacionit Alsar, duam ta mbyllim me një përshëndetje nga drejtuesi i Fondacionit Çamëria Santasin, Alket Vili. Të nderuar miq, sot na ka mbledhur Fondacioni Alsar, ky misionari i vlerave humaniste kombëtare të drejtuar nga zoti Medigura, i cili duke zbatuar projekte kulturore na ka dhënë shumë tituj të përzgjedhur, lidhur ngushtë me kujtesën historike dhe promovimin e vlerave të humanizmit shqiptar. Titujt e përzgjedhur nga botimet Alsar trajtojnë veç të tjerash edhe temën e çështjes kombëtare, konkretizim ky i vizionit të tij adeptar. I tillë është dhe ky botim i veçantë të Jedhin Çami, i përgatitur me dashuri dhe profesionalizëm nga 2 studiuesit, autorët, historiani Qeri Brita dhe shkrimtari Shkëlqen Halimi, të cilët unë në emër të Fondacionit i përgëzoj për punën e tyre. Në fakt, në takimin e parë me të 2 studiuesit e kemi patur në Shkup disa muaj më parë, kur si Fondacion kishim një aktivitet lidhur me
promovimin e një filmi të Luan Ramës, Ode për tempo që nuk ka rruan, për njëkohësisht edhe një kujtesë që ishte për familjen e madhe të dinjinejve të Çamërisë. Dhe atë ditë ne kemi folur me autorët këtë projekt në përfundim që kishin autorët, dhe unë gëzova shumë që dëgjova për tyre që ishin duke punuar, sa po kishin punuar një libër për Çamërinë, por sot jam i mrekulluar, sepse shoh një botim shumë cilësor, shumë të mirë, dhe vërtet që është një pasuri për historinë dhe kujtesën Çame, është një pasuri dhe një referencë edhe për studiusit më tej. Një njohje për të dy autorët. Do të them përsëri tek Fondacioni Alsar, sepse do të them diçka për këtë fondacion. Në vitin 2020, Fondacioni Alsar në kujdesin e Zotit Medi Gura ka votuar dhe veprat e Ibrahim Hoxhës, e përmendi dhe Luela, shtektim në për Shqipërinë e Jugut, Çamëria, i autorit Ibrahim Daud Hoxha. Votime të tjera ka patur Fondacioni Alsar për Çamërinë, të cilët gjithashtu kanë dhënë edhe një ndihmës të vogël në Bashkinë e Polispolit, të cilën duhet ta vlerësojmë dhe unë di që edhe Bashkia e Polispolit dhe konsulatët jam i njohës për mbështetjen që ka dhënë ky fondacion, edhe lidhur me bursat e studimit në Turqi, por edhe projekte të tjera infrastrukturore në Bashkinë e Polispolit. Të gjithë duhet të besojmë tek ardhmja e kombit dhe plotfuqishmëria e ndërlirjes kombëtare. Gjenocidi ndaj policisë çame nuk duhet të harrohet kurrë. Ngjarjet e faktet historike në vetvete ruajnë pafundësisht autonominë e tyre. Ato përbëjnë materien e pazjesueshme të kujtesës kombëtare, kujtesë e cila ka të bëjë me dignitetin, lirinë dhe individualitetin tonë në shekull. Çështja Çame është një dimension tepër i dhimbshëm të traditës kombëtare shqiptare. Kjo vepër duhet të shërbejë si një mjet referencë konsultimi shkencor, si për specialistët e fushave përkatëse, për politikanët, por edhe për lexuesit e interesuar në shtëpi, në shkolla, në biblioteka. Sot Çamëria dhe çështja Çame kërcënohen nga shumë faktorë, historik, politik dhe diplomatik. Ndaj është shumë e rëndësishme sigurimi i jetëgjatësisë së dokumenteve në rrezik, duke garantuar arkivimin e tyre sa më të sigurt, duke filluar me përmbledhje si kjo dhe deri te riprodhimet e tyre me teknika më të përparuara digjitale, më të sigurta dhe më të qëndrueshme se sa fotokopimet dhe mikrofilmat klasik. Fondacioni Çamëria Santasini ka ndërmarrë iniciativë për digitalizimin e gazetës Çamëria, regjistrimin e këngëve, konferencave shkencore, regjistrimin e të shënive të mbijetuarve të genocidit grek në Çamëri. Dhe besojmë që nëpërmjet këtij digitalizimi do të kemi një aksesueshmëri më të madhe të publikut dhe njëkohësisht do të jetë më e mundur që ato të transmetojnë brez fat rrezik, duke ruajtur nga rreziku i tjetërsimit kulturor dhe i deformimeve historike. Më lejoni të them dhe diçka lidhur me këtë vepër, nuk është e rastësishme që dhe mirë që periudha e dokumenteve që janë sjellë në këtë vepër janë pikërisht në këtë vëllim janë pikërisht 13:45, pasi shpesh është një debat i cili vjen kryesisht nga Greqia, një debat i cili pretendon ose ka një akuzë që çamët kanë bashkëpunuar me nazistët. Por nëpërmjet këtyre dokumenteve do të gjeni gjithë ato dhunë dhe represion që ka patur qeveria greke, e përmend qeveria greke ndaj çamëve, e cila hedh poshtë pikërisht këtë akuzë të grekëve, sikur gjithçka ndodhi në vitin 1945. E vërteta është krejt ndryshe, autorët kanë sjellë plot fakte dhe dokumente të arkivave që tregojnë për atë çka ndodhur në Çamëri pikërisht në këtë periudhë. Ju falenderoj pjesëmarrësit, falenderoj Fojzit dhe edhe një herë do shpreh vlerësimin dhe falënderimin tim për Fondacionin Alsar që e solli këtë botim, drejtuesin e saj, por edhe sa i miri që ishte prezantuar ne. Faleminderit. Kemi mbritur drejt fundit, por patjetër e di që shumë prej jush do donin të ndanin edhe fjalë, ndoshta disa prej tyre janë larg edhe patjetër kanë nevojë dhe ndjen nevojën që t'i bashkohen dhe do doja tashmë në një farë mënyre të mund të jap fjalën jashtë programit se do duhej ta kishim mbyllur
Petrit Kaseme. Një mbrëma të gjithëve dhe kërkoj ndjesën mos ishte përgatitur ta mbyllit, po ndjet nevojshme të them ja dy momente të rëndësishme. Nisur nga ai kontribut që kam dhënë si themelues i shoqërisë Çamëria, si diplomat çam që kam qenë në misionin e jashtme, kam deri dhe kolegun tim ta kem këtu, që lidhen me këtë aktivitet sot. Më kujtohet një bisedë me studiusin Ferit Hudri, shumë vite para. Më tregon një histori se si gjatë një vizite në Paris, e fton një profesor francez në shtëpi. Ndërtë ishin ngjarjet e Kosovës 81 në atë kohë 85. I thotë, më fol çik për pozicionin tuaj për Kosovën. Edhe unë mlodha ta Feriti dhe fillova t'i argumentoja. Më thotë, bindem plotësisht, kam 2 orë që po dëgjoj. Po shikon këto muret e mia, këtu janë plot teza, libra me teza serbe, që na rrin ne francezëve mbi kokë. Prandaj shkruani ju për 2 orë, më rrëzuat mua. Shkruani që si thua të balancoheni me antitezat. Tashmë të kthehemi te çështja jonë. Gëzohem shumë që 2 vëllezër bashkomastan nga Maqedonia marrin një nisën kaq të madhe, kaq fuqishme, që shtojnë gur ciklopik në historinë tonë, dokumentacioni i historisë tonë. Gur që nuk lëvizin, që kemi nevojë. Me këtë rast kujtoj, me respekt që më ka ndruar dhe jetë, 2 shqiptarë të Maqedonisë me aktivitet në Chicago, i takoj rastisht në kongres në Danzë, ku ministri jashtë në atë kohë më dërgoi me një mision, edhe merr dhe pjesa se do diskutohet ndoshta edhe Çamëria atje. Po hiqu si Çamërisë. Patjetër thash faleminderit. Shkoj bashkë me ambasador Fajen, po ndiqni ata që të flisnin. Kur na erdhi na shpëtan disa rezoluta, shoh lidhja Çame. U befasova, u mallëngjeva. Si ishte shoqëria Çamëria që kishte lënë Tiranë, po ishte lidhja Çame e Chicagos. Dhe del në podium, mos gabohem me emrat, se i kam në ato dosjet e mia, Emin Azemi, Isuf Azemi, faleminderit, bashkë një tjetër 2 patriotë. Luan Gashi ka qenë. Jo, si ishte Luan Gashi. 2 patriotë të cilët kishin vite që paraqitishin në Kongresin e Popullit pa përfaqësuar dhe shpërndanin në emër të Çamërisë rezolut. Dhe sot na vijnë 2 vëllezër përsëri nga Maqedonia, na japin këtë kontribut kaq të rëndësishëm. Po më lejoni të them 2 fjalë për pozicionin e Turqisë. Të pak nga përvoja ime. Një ditë prej ditësh ministri jashtë më thret në zyrë. Hajde poshtë, më thotë më. Që ne atit njeriu kemi shumë i njosën, po me Alketi kam punë. Pavarësisht se shflitet. Ai më ka ndihmuar jashtë masën që realizova shumë gjëra. Dhe më thot, ambasadorin turk e njeh, po i thash, tani këto kanë kaluar, se ka vite dhe nuk bëjnë sekrete më. Prandaj kam heshtur kaq vite. Thotë njeh, e njoh i thash. Qeveria turke kërkon ndihmën tonë se do fillojë një fushat për sensibilizimin e çështjes Çame në opinionin ndërkombëtar. Në website ose faqet e veta do të publikoj. Mund ta ndihmosh ti për Çamërinë? Nëse ju më jepni leje pash autorizim se ju jeni shtetin, po si jo? I thash e mirë pres. Atëre u caktua zënës ambasadorësha, punuan bashkë, i dhanë që kishim neve, edhe një dosi që unë kisha pregatitur, çështja Çame që është në themel atje, gjëra, që për fakt keq flën, dhe mbas një javë ca doli Ministria e Jashtme turke në internet. E lexova me kërshëri. Të them të drejtën, u pesmatova. Pse? Ja, miqtë tanë, gjithmonë miqtë partner strategjik, por në shumë momente heshtim. Pashtim më shumë ishim materialet tona, këndvështimet tona, se sa prisja dokumenta turke që ndrinin pozicionin diplomatik turk.
nuk ishte vlerë falënderimi që më dhanë emër të qeverisë turke. Absurdisë sa kjo. Dhe për sa i përket asaj që po neve po vuajmë ose si to që jemi mbërthyer të merrim me akuzën. Akuza ka rënë. Akuza ka rënë. Ne mendojmë se grekët janë të fuqishëm. Jo, janë falso. Ka rënë. Dhe këtë po atë me plot gojën sot. Ky djalë i Çamrisë e ka rrëzuar në bisedime zyrtare me palën greke. Çudi, shteti im heshti. Të nesër në Kolegjiumin e Ministrisë kam raportuar. Raportoi kryetari i komisionit për juridiko konsullor, ku diskutuan çështjet e pronësisë, ndërta dhe çështja Çame. Edhe kryetari i thot kolegjiumit që po mos ishte Petriti, ne u bllokuam se pala greke u hot në ofensiv na tha mos të merrem me Çamrin, sepse është një çështje që aceron marrëdhënie dhe ne prishim marrëdhënie. Mirë, po Petriti ishte përgatitur për këtë moment të madh historik, që më dhëm zëmra që hesht shteti shqiptar. Më kishte rënë në dorë një dokument bazal, të cilën studiusi Nazarko e ka vlerësuar kur ka takuar shumë vite, thotë ke bërë një punë shumë të madhe shteti shqiptar. Jo, i përket një personi i cili kishte interesa punësore dhe arrit ta zbuloj një nga frashëllimt, arrit ta zbuloj këtë dokument që është publikuar, me cilën unë rrëzova palën greke. Dokumenti i gjyqit Janinës për bashkëpunëtorët me Gjermanin. Në këtë moment e kisha në greqisht, original, për fat të keq, përse një xhavel na del i firmosur aty, por një këndvështrim pozitiv tani. Si zvel një xhavel tani që kundër vihet kryeministri shqiptar, na i tregon që të shofi vetën e vetë pasur një raja xhavel pastaj. Dhe në momentin kur ne themi kemi çështje përveç dosjeve shqiptare, kemi dhe procin pronat e Çamve, ajo me njërë ndërhyri na thotë, ju lutem, mos vazhdojmë bisedimet, atësarojmë. Atëre, marr fjalën dhe i them, shpreh kënaqësinë që ishim mbledhur, pra në mënyrë diplomatike, duke ruajtur veten time, emocionet në mënyrë maksimale, i them, ne sot kemi mbledhur me porosi dy ministrave tanë. Pra, zoti Papuljas dhe zoti Cereqi thanë të mbledhin ekspert, pra jemi mbledhur. Pra, nuk është një mollë ndaluar, është një çështje që duhet diskutuar. Pra ne po merrim vesh tani këtu. Atëre, megjithëse ju po prezantoni një qendrim të rizyrtar grek, ka ndryshuar qendrimi i qeverisë greke? Nëse ka ndryshuar nga i Papullisi para një muaji, s'kem që bisedojmë, të mbyllim dosjet, të raportojmë që ka ndryshuar qendrimi. Sa keni fol ju, foli ajo. Do me thënë thash unë të vazhdoj. S'foli. Po. Atëherë thash, ju keni një akuzë, ne kemi një qendrim. Ju keni akuzuar ata si bashkëpunëtor. Ju lutem, më thoni, se flasim këtu si ekspert tani. Sa janë dënuar? A është në fuqi ai ligj që kanë interpretuar krimet e tyre? Shprehimisht. Dhe sa janë dënuar? Më thoni përgjigjen, pastaj unë vazhdoj. Ajo ra brenda, as nuk e priste këtë gjë, thotë që neve kemi dënuar 1100 vendime. Unë i thash, ju lutem përsërit edhe një herë, për ta thënë 2 herë të fort fuqishëm, se nuk e dëgjova mirë. Tha 1100 vendime, pra kemi bërë për 1900 persona, se ne dishim 1900 persona. Po, kemi tjetër? Po, tha, ai ligj që ka dënuar ato është në fuqi sot. Kemi tjetër? Jo. Atëherë drejtova palestime shqiptare, se unë diplomat shqiptar. Më lejo që të falenderoj qeverinë greke, që për herë të parë, mas 50 vjetësh, shteti grek deklaron se Çamët janë të pafajshëm. Ne kemi një dokument të këtij gjyqi që vin mirë që është në fuqi, se sipas kodit penal grek të vjetër, brenda 7 vjetë kur nuk i komunikohet vendimi, që të parashkruar, pra Ministria, gjyqi kalbërëcionisë Xhavella, i drejtohet Ministrisë së Jashtme, Ministrisë së Drejtësisë greke,
për të prishur këta akuzë. Atëherë juve pse mbani në fuqi këta akuzë politikisht, kur drejtësia greke ka dhënë pafajësim? Po I lëmë njanë këta. Popullsia s'ka qenë 1900 veta. Popullsia ka qenë 30-40, ka shifra që lëvizin. Dikush nga Saranda më ka thënë që ka regjisuar çamët dhe në 40.000 veta. Të tjerë thonë 30.000 veta. Dokumentat angleze dhe tjerë thonë 22.000 veta. Pra me shifra të shlozë shumë. Çfarë si ka? 30.000 të tjerë që janë pa asnjë akt ligjor. Përse e mbani diskriminoni politikisht këta njerëz ju? Prandaj për këta do na jepni përgjigje kur vim në Athinë për të diskutuar konkretisht ç'do të bëjmë me pronat e këtyre. Kupton? Ajo më ktheu të përgjigje, po u tensionua biseda. Tha, më vjen keq, tha, ka 25 vjet jam juriste e Ministrisë Jashtme, zonja Livade. Unë nuk e di që ekziston një dokument I tillë. Po I thash, urdhroni. Original grek. A mund të na bësh në dispozicion? Tani unë nuk mund ta merja përsi për këto vjet, pa marrë ushqimin ose urdhrin e titullarëve të mi. I them po, nesër mëngjes e kemi nëpër. Nuk e kërkoj në mëngjes. Në kolegjiumi më tha, kur shkoni në Athinë do ta paraqitish këtë gjë. Nuk e kërkoj sepse çdo kërkonte. Dhe që nga I moment Ministria e Shqipërisë, shteti shqiptar nuk ka guxuar të vazhdoj bisedimet në këtë gjë. Pra, dhe për anën tjetër, kemi dokument. Më ka rënë në dorë nga një çam I cili ka qenë luftëtar në lëvizjen nacionalshqiptare greke, me Am Elasin. Mbas 20 vjetësh I shpëtoi gjallë, kur shokët e tij u vranë u pushkatuan, ky del nga burgu sepse pasoku njofi luftën. E rehabilitoi. U kthye në Margliç I thanë, ti s'ke punë më këtë shko ku duash, tu s'ke. Në Athinë e kam kontaktuar në një vizitë që bëja në ambasadë, më thot djalë, ti nesër nuk do ikesh në Shqipëri pa ardhur unë. Dhe më sjell 2 dokumenta cilët I kam publikuar. Që janë një si thua një gjendje të vështuar në kokë. Ky njeri që rastisht shpëtoi jetën, u akuzua si bashkëpunëtor gjerman me shokët e vet partizan. Ata u pushkatuan dhe u varën. Ky shpëtoi dhe qeveria greke I jep dekoratën heroj të luftës për shërimin e Greqisë. I jep edhe certifikatën e veteranit të luftës. Shikoni pra. Kush janë çamët? Shikoni, ai mund të ishte pushkatuar dhe ai njeri. Megjithatë merrin tha se dua dhe vërtet na duash. Pra, ne jemi e plot, por ne kemi nevojë të shkundet që ky shtet, boll orgjit, boll na ka mohuar, boll na ka bërë shumë gjëra, I kanë atje në si tjashme. Pse flot? Edhe që nga ky moment po bëjmë një akt akuzë tjetër të rëndë, se ka ardhur koha. I ka marrë delegacionit grek, ushtarak, personalisht, detyrimin me firmë. Asnjë dokument nuk ka shënë shqiptar firmë të tillë nga pala greke, që në qoftë se do të hapet një varrezë ushtarëve grek, sa ta kërkon një varrezë, atëherë automatikisht qeveria greke do ndihmon palën shqiptare për të gjetur eshtrat e partizanëve çam që kanë rënë për çlimin e Greqisë. I dhashin shans shtetit shqiptar që unë e dija që ata nuk do pranojnë, por do binte edhe pretendimi grek. Pra s'do kishin fytyrë më. Për çudi, shteti shqiptar më vonë, Ministria e Jashtme, jo që ka heshtur dhe ka fshirë proces të balin, por ka dhënë 5 varreza. Kjo është situata. Më fali se ju zgjata, por duhet e thoshe në këtë rast. I falenderoj. Përmes dokumenteve do duhet të vijojmë të flasim për tragedinë Çame, jo vetëm nga viti 1913, por edhe deri në ditët e sotme, pra të mos mbetemi në 1945. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për pjesëmarrjen tuaj këtu, për fjalimet e për gjithçka.